Bashkëjetesa ndërfetare në Kosovë vazhdon të cilësohet si një nga vlerat më të rëndësishme të shoqërisë. Kjo temë u diskutua sot në tryezën e dialogut ndërfetar, të organizuar në ambientet e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë. Bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, vërtet hynor apo domosdoshmëri shoqërore, ishte tema që mblodhi përfaqësues të komuniteteve fetare, institucioneve dhe jetës publike në vend. Kjo tryezë mbajt për vitin e dytë me radhë, ndërsa kësaj here në Koqire ishte Bashkia Islame e Kosovës, pasi vitin e kaluar ishte organizuar në katedralen Nëna Terezë në kryeqytet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se diversiteti ndërfetar mbetet një nga shtyllat themelore të Kosovës, duke vlerësuar rolin e prizve fetar. Në Kosovë, bashkëjetesa ndërfetare nuk është vetëm një aspirat moderne, por edhe traditë historike e ndërtuar ndër shekuj mbi respektin dhe bashkëjetesën. Ajo mbetet një vlerë themelore shoqërisë sonë, e cila ka kontribuar në ruajtjen e kohizionit dhe të stabilitetit, duke dëshmuar që diversiteti apo lloj-llojshmëria nuk është burim ndarjeje, por pasuri e përbashkët që duhet ruajtur dhe kultivuar për brezat të cilët vinë pas nesh. Zef Gashi, kryetari i Fondacionit Drita, tha se organizimi dhe mikpritja kaq e ngrohtë nga Bashkia Islame e Kosovës është dëshmia më e mirë e frymës bashkëpunuese dhe tolerancës ndërfetare në Kosovë. Kur bota përballet me sfida të shumta, përçarje, konflikte, polarizime dhe shpesh edhe keqpërdorime të fesë për qëllimet përçarëse, ne sot dërgojmë një mesazh të qartë dhe të fuqishëm, se feja nuk duhet të jetë kur burim ndarjeje, por një urë që lidh njerëzit dhe i orienton drejt së mirës së përbashkët. Ne mendojmë se dialogu ndërfetar nuk është luks i kohëve të qeta, por nevojë urgjente për kohët tona si në vend ashtu edhe në botë. Ne jemi dëshmitarë se Kosova edhe populli ynë kanë ndërtuar ndër shekuj një traditë të çmuar të bashkëjetesës dhe respektit ndërmjet besimeve të ndryshme. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Efendi Tërnava, theksoi se respektimi i besimit të tjetrit nuk është vetëm vlerë shoqërore, por edhe mësim nga i dërguari i Zotit. Historia jonë dëshmon se bashkëjetesa nuk është vetëm një ideal, por një praktike e jetuar. Besimet tona fetare janë pasuri shpirtërore dhe morale që i japin kuptim jetës dhe forcojnë lidhjet shoqërore. Prandaj edhe sot, ne riafirmojmë përkushtimin ton për të kultivuar frymën e mirëkuptimit, duke respektuar besimin ton dhe duke çmuar besimin e tjetrit. Këtë e kemi edhe obligim hyjnor. Zoti i Madhërisëm e porosit Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, t'ju thot të tjerëve: ju keni fen tuaj ndërsa unë kam fen time. Nga kjo mësojmë se misioni thelbësor i fesë nuk qëndron në përçarje, por në afrimin e njerëzve. Ajo nuk synon konfliktin, por ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Dhe në fund duhet të ditur se shqiptaria nuk e mohon fen, shqiptaria nderon fen, por refuzon përçarjen në emër të saj. Përfaqësuesi i KFOR-it, kapelani Hornbeck, tha se prirësit fetar janë ata që kanë fuqi të bashkojnë njerëzit dhe të shmangit ndarjet mbi baza fetare, duke shtuar se në Kosovë qytetarët e kanë bërë të ndihet si në shtëpinë e tij, duke i dhënë një shembull të bashkëjetesës. It is also true that you can be a powerful influence in your communities and therefore what Kosovo will become. Një gjë që e kam vërejtur gjatë qëndrimit tim këto është se kudo që kam shkuar, të gjithë na bëjnë të ndihemi si në shtëpi. Është një mikpritje vërtet shumë e ngrohtë dhe e sinqertë. Prirësit fetar kanë mundësinë ose të na largojnë nga njëri tjetri, ose të na bashkojnë. Ata kanë ndikim që Kosova të bëhet një vend edhe më i mirë, dhe kjo arrihet kur jemi të bashkuar dhe pa dallime mes njëri tjetrit. Everyone, regardless of religion. Tryeza e dialogut ndërfetar tashmë në edicionin e saj të dytë synon të forcojë më tej frymën e tolerancës dhe bashkëjetesës ndërmjet komuniteteve fetare në Kosovë, duke e kthyer këtë vlerë në një shembull për rajonin dhe mëgjerë.